Mungesa e dakordësisë për miratimin e një deklarate të përbashkët në mbledhjen e Komitetit të Stabilizim e Asocimit u bë shkak për debate në mbledhjen e Komisionit të Jashtëm në Kuvend. Me pretendimin se po pengohet procesi i integrimit, opozita vuri në dukje rrëzimin e amendamenteve gjatë takimit të së njëjtës. Ka ndodhur një ngjarje që në këndvështrimin tim është një sinjal alarmi për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Si opozit kemi depozituar 35 amendamente, 31 për të cilave janë votuar pro nga eurodeputetët, ndërkohë që majoranca i ka rrëzuar. Por majoranca i rikujtoi PD-s, se janë miratuar në fakt një sër amendamentesh që ata kanë depozituar. Një pjesë e amendamenteve të Partisë Demokratike u miratuan edhe me votën tonë si deputet të Partisë Socialiste. E njëjta gjë ndodhi me një pjesë të amendamenteve të europarlamentarëve. Një pjesë u votuan dhe u miratuan, një pjesë nuk u miratuan. Por diskutimet dhe akuzat nuk përfunduan me kaq. Një tjetër pretendim i opozitës ishin paratë e përdorura nga qeveria për koncertin e reperit amerikan Kanye West. Ka para për koncertin, po nuk ka para për pensionet, ka para për bujqësinë. Nuk ka para për bujqësinë, po ka për koncertin. Nuk ka para për zjarfiksit, po ka për koncertin. Kush e vendos të prioritet? Po është një ngjarje shumë e madhe për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Janë rreth 30.000 huaj nga 80 vende të ndryshme të botës që vizitojnë Tiranën, kështu që shumë mirë të vinë edhe ta ndjejnë e ta përjetojnë Tiranën ashtu siç është vërtet, e jo ashtu siç ka dalë në disa nga këto lajmet dashakeqe të revolucionarëve patetik në bulevard. Më herët, lidhur me fondin prej 4 milion eurosh të harxuar për koncertin e Kanye West, reagoi dhe kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se fitimet që do të sjellë do të jenë edhe më të mëdha se fondi alokuar për koncertin.